praktikisht blen konceptin dhe blen projektin. Dhe po është e vërtetë, unë mendoj që Golemi, edhe këtë ja them edhe shumë shpesh njerëzve, është ndoshta një nga zonat H për H, me çmimet më të logjikshme, se domethënë nuk ka çmime të shtrenjta e çmime të tjera, por çmime logjike ka. Logjike ka. Ka dhe i marrësh deri diku fitimin dhe administrimin më të pranueshëm. Pastaj edhe nga pikpamja kështu njerëzore, të kesh shtëpi në plazh 200-300 metra nga deti, se nuk është vetëm jeta biznes. Shumë e bukur. Ne për shumë me familjen kemi një shtëpi të Shkëmbikavajës. Ora unë kam shijuar shumë atë shtëpinë. Gjysmën e jetës time kam kaluar atje. Nuk është jeta vetëm biznes, ma njeriu do një vend edhe për të ardhur një fundjavë, për ta kuca miq. Për biznes është bërë këtu më duket. Nëse do të Po biznesi aty është. Biznesi aty është. Po është të investosh lekë. Sot me që merresh me ndërtime dhe gjithë me radhë, mundet vinë të investosh 5 lekë në Tiranë dhe kur do t'i bësh ato 10. Apo më shpejt në afër detit. Këtu. Pa diskutim, lokacioni është një nga kushtet që shet më kollaj më shpejt. Por ajo natyrë zhvillimi që ka marrë Golemi është një mix midis turizmit detar dhe urbanizimit. Është urbanizuar dhe ka debate dhe ka, domethënë, kontradikta të ndryshme.